Shumica dërmuese e shqiptarëve, rreth 91% e tyre, mendojnë se korrupsioni mbetet ende një problem madhor në Shqipëri. Sipas një studimi të realizuar nga kompania Hydra Research and Consulting në gusht të 2024, rezulton se korrupsioni dhe krimi organizuar kanë ndikuar në çdo nivel të institucioneve, duke lënë pasoja të thella, ndërsa thekson se qytetarët mbeten pesimistë që situata do të përmirësohet. Por puna e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shihet si një simbol shprese. Hetimet e fundit ndaj zyrtarëve të lartë publik të kryera nga SPAK kanë bërë që rreth 42% e të anketuarve të shprehen se janë më të prirur të denoncojnë veprimet e palishme për shkak të këtyre hetimeve, ndërsa 40% thonë se janë bërë më të kujdesshëm në ofrimin e pagesave shtesë për shërbime. Sipas anketës, 62% e të intervistuarve besojnë se SPAK është efektiv në trajtimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri, po ashtu shumica beson se SPAK vepron në mënyrë të pavarur. Por evidentohet se jo të gjithë qytetarët ndjehen të inkurajuar nga ky institucion për të raportuar korrupsionin. Në anketën Barriera dhe mundësitë për të reduktuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri, 98% e të intervistuarve mendojnë se korrupsioni paraqet një pengesë në të paktën një aspekt të jetës publike, ndërsa 69% e tyre thonë se faktori kryesor që kontribon në korrupsion është keqpërdorimi i pushtetit politik për përfitime personale. Po ashtu 52% e qytetarëve thonë se korrupsioni vjen nga zbatimi i dobët i ligjeve dhe 46% e tyre si pasojë e lidhjeve të ngushta mes bizneseve dhe partive politike. Sipas anketës, qytetarët mendojnë se prirja për të dhënë rishfet në këmbim të shërbimeve më të mira dhe për t'i përshpejtuar ato, ka krijuar një kulturë korrupsioni. Në raport evidentohet se 1 në 20 qytetarë kanë qenë viktimë e krimit të organizuar ose njohin dikë që ka qenë. Prodhimi i shpërndarjes dhe trafikimi i drogës, si dhe pastrimi i parave, konsiderohen si format më të zakonshme të krimit të organizuar. Të intervistuarit në zona si Fieri, Elbasani dhe Shkodra kanë raportuar se janë të vetëdijshëm për praninë e bandave lokale dhe se kishin dijeni për familje apo fise të përfshira në aktivitete kriminale. Disa prej tyre besojnë se grupet kriminale kontrollojnë institucione kyçe për të mbështetur aktivitetet e palishme. Qytetarët besojnë se krimi organizuar ka depërtuar në institucione duke ndikuar strukturat politike dhe zgjedhjet.